Me shërbimin e ri Tax Test do të mund të identifikoni nëse jeni ose jo subjekt deklarimi për diva. Ky pyetësor vjen në 2 gjuhë që ju mund t'i përzgjedhni, shqip ose anglisht. Kur të klikoni në drejtaren, informohu për detyrimin Diva 2024 në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, do ju shfaqet pyetja e parë. Keni parasysh që për çdo pyetje që keni pa qartësi, mund të klikoni në ikonën me gërmën i me të kuqe për më shumë informacion. Pasi të përzgjidhni nëse jeni ose jo rezident në Republikën e Shqipërisë, filloni me pyetjen e dytë, se sa janë të ardhurat bruto vjetore nga punësimi në 2024. Nëse klikoni më shumë se 1.2 milion lek, ju jeni subjekt deklarimi. Nëse klikoni më pak se 1.2 milion lek, do ju shfaqet pyetja e radhës. Zgjidhni nëse keni qenë apo jo i dy punësuar në 2024 të paktën gjatë një muaji. Në varësi të përgjigjes, do ju kërkohet të tregoni nëse përveç pagës keni pasur të ardhura vjetore më shumë se 50.000 lek nga burime të tjera. Pyetja e fundit do ju referohet përsëri të ardhurave bruto brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë. Për çdo paqartësi, klikoni kutizën që u drejton tek format e kontaktit të administratës tatimore.